Elokuenca, dirësia dhe efekti që lë Kurani në zemra. Mjafton të hapësh mantelin e kapakve të Kuranit dhe befasohesh kur përpara syve të tu ndrin tema të shumta të lloj-lloshme. Ato janë të ndryshme nga njëra tjetra, por si për çudi, ato rrjedhin aq bukur si të ishin zinxhir perlash e margaritarësh që nga mahënitja nuk e kupton se pambaruar mrekullia e njërës tem me një lehtësi dhe me një elegancë të pavetëdijshme, je futur në një temë tjetër krejtësisht të re, të ndryshme nga e para. Harmoni motivesh e çështjesh. S'ka në Kur'an që stili i një ajeti të jetë më i bukur, më elokuent se sa tjetri, apo njëri të jetë më letrar dhe tjetri jo. S'ka në Kur'an që ky ajet të bjerë në kundërshtim me tjetrin, ose ky ajet inkoherent me tjetrin, ose kjo shpreje më e lartë nga ana letrare se sa tjetra. E pa krahasueshme, e pa arritshme rregullësia e librit të Allahut. Çdo shprehje e flet me eksaktësi dhe precizitet çështjen të cilën përshkruan. Nëse tenton të heqësh një term, një fjalë për ta këmbyer me një që të duket në pamje të parë më i mirë se ajo që është prezent, nuk mundesh absolutisht. Sepse, kur i rikthesh ajetit pas një meditimi të thellë, do të kuptosh se fjala e parë, fjala e Allahut, është më e saktë, më domethënëse dhe më elokuente. Ç'harmoni, ç'rendi çuditshëm. Zgjenë të përplasje, kundërshti, megjithse Kurani është i mbushur me histori dhe predikime, ballafaqime të besimit politeist, dispozita dhe vërtetësi, frikë dhe përgëzim, cilësime dhe mësime, atributet e larta dhe e moral, e sa histori mbretërëse. Po të ishte Kurani vepër e krijesave, do gjeje në të kontradikte të shumta. Universaliteti është i pamundur dhe nuk ekziston tek krijesat njerëzore. Po të veresh, disa poetë shkëlqejnë në thurjen e himneve e lëvdatave. Disa të tjerë gjen veten të aftë tek satira. Por është më se normale të gjesh në poemat, bjershat, romanet e tyre, luhatje, kontraste në varësi të temave që ata trajtojnë. Përkundrazi, Kurani është universal, i bukur, i harmonishëm, ama madhështinë, magjepsjen, efektin e fuqishëm që lën në zemra e vërtetojnë me gojët e tyre sa njerëz që i dëgjuan fjalët e arta të Kuranit famlart. Transmetohese Xhuber ibn Mutim, qëndroi për të dëgjuar profetin, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të, i cili po lexonte Kur'an prej surës Et-Tur. Pa shaturin e mërkodre dhe librin e shkruar në reshta, dhe kur arritin ajetin, a mos u krijuan prej kurgjës, apo ata janë vetë krijues? A mos krijuan ata qiellin dhe tokën? Jo, por ata nuk janë të bindur. Xhuberi thotë se zemra s'as më fluturoi nga gëzimi. Në një transmetim tjetër thuhet: këto ishin për mua ajetet e fillimit të udhëzimit të zemrës time. Transmetohet se Kurejshët e dërguan Utbe ibn Rabian tek profeti për të zgjedhur një gjuhë të përbashkët dhe për të shmangur konfliktet që ekzistonin midis tyre. Profeti menjëherë filloi t'i lexonte surën Fusilet. Hamim, zbritje prej mëshiruesit, mëshirbërësit. Profeti, kur arriti tek ajeti, në qoftë se ata kundërshtojnë, ti thuaju, unë ju paralemëroj për ardhjen në një dënimi si rufeja e Adit dhe Themudit. Utbe ja zuri gojën me dorë dhe u betua për hir të farefisnisë që të pushonte e të ndalonte leximin. Në një transmetim tjetër thuhet: profeti filloi të lexonte Kur'an. Utbe filloi të dëgjonte me veshët hapur, e gjithë vëmendje i mbështetur në duart që i kishte vënë pas kurrizit. Profeti arriti tek ajeti sejdës dhe bëri sejdë. Utbe u ngrit nga vendi pa e ditur se ç'ti thoshte profetit. Prandaj mori rrugën dhe u kthye tek familja e tij e nuk doli fare nga shtëpia, derisa erdhi paria e kurreshëve mosbesimtar. Utbe u kërkoi ndjes atyre dhe u tha: Muhamedi më ka folur me fjalë që pasha Allahun nuk më ka dëgjuar kur veshët më parë dhe nuk dita se çfarë t'i them.
Por Utbe nuk ishte i vetmi që pësoi këtë magjepsie nga fjalët e Allahut. Sa e sa ju besimtar si ai u habitën, u çuditën nga mrekullia e Kuranit. Sa po zbriste nata, ata merrnin rrugën veç e veç, pa e lajmëruar njëri tjetrin, për tek shtëpia e profetit, dhe e mbanin vesh e dëgjonin me ëndje Kuranin. Qëlloi një natë që u takuan befasisht dhe u çuditën që secili prej tyre ditën e mohonte Kuranin, ndërsa natën vinte e kënaqej me dëgjimin e ajeteve të tij kaq të ëmbla. Kështu nata e parë iku si iku. U betuan që nuk do ta përsërisnin më këtë veprim, por koincidenca na u përsërit dhe 2 net të tjera radhazi. Ç'po ndodhte me ju besimtarët? Argumenti më i mirë që dëshmon për efektin, ndikimin e fuqishëm që lën në zemra, është se këtë libër sa më shumë ta lexosh, aq më shumë të ëmbëltohet, aq më shumë e do. Smërzit e shkur në shoqërinë e tij. Kështu Kurani ka qenë. Vazhdon dhe do të besi freskët, si kohën që zbriti. Në të kundërt, librat e tjerë, sa do të arritur të jenë nga ana letrare, kur i lexon më shumë se një herë, të bezdisen. Velid ibn Mughira, megjithse politeist prej parisë së Kurajshëve, nuk shpëtoi nga magjepsia e bukurisë së Kuranit. Ja se ç'thot ai. Me të vërtet Kurani është i ëmbël, i bukur. Ai nuk është krijim poetik, por se libër i pandryshueshëm që jep fryte në çdo kohë. Asesi, Kurani nuk mund të jetë vepër e njerëzve.